vetmi festival feminist në Ballkan. Fem Art nisi edicionin e 13 me qëllim promovimin e artit, solidaritetit, humanizmit, paqes dhe lirisë. Është edicioni i 13 i festivalit Femart, është festivali i artistëve dhe aktivistëve, është festivali më i madh feminist në rajonin e Ballkanit, edhe është një festivali i cili sjell së bashku emra të njohur për edhe të ri të skenës në fusha të ndryshme, pra nuk është festival tipik që ka vetëm teatr ose film, ne kemi shfaqje, filma, koncerte, si vjetë kemi një fokus më të madh në koncerte, siç është ky me Shkodrën elektronike, por edhe ditëve tjera në vijim. Edhe është një festival i cili ngre çështje të ndryshme sociale, feministe, që trajtojnë tema të ndryshme që janë të rëndësishme për shoqërinë tonë, përmes artit i cili ekspozon dhe angazhon një publik më të madh. Përmes këtyre formave të ndryshme duke i bashkuar kësaj radhe rreth 200 artiste dhe aktiviste nga 12 shtete të botës. Hapja e festivalit mblodhi qendra qytetare, të cilët pritën me entuziazëm performancën e dyshës që emocionoi çdo shtëpi shqiptare, Shkodra elektronike. Për herë të parë pas Eurovisionit, ata erdhën në Kosovë. Përmendëm Shkodrën elektronike sot një festival i madh ka u mbajt në koncert i madh i tyre. Apo na folni pak si ka qenë bashkëpunimi me ta? Kanë qenë të qasshëm? Shumë të mirë, shumë të qasshëm. Ka dëgjuar natyrisht për festivalin Femart dhe kur ja buna ftesën me kënaqësi e pranuan. Ja, dhe këngë tjera të famshme të Shkodrës. E kam pranuar me kënaqësi, mandej ne gjetëm një partneritet natyrshëm me Komunën e Prishtinës që duke qenë se Femart i qëllon edhe datat e çlirimit të Prishtinës, bashkërisht ta bëjmë këtë koncert. Kështu që është kënaqësi kur kemi mundësi me partner lokal që të bëjmë gjëra bashkë, sepse festivali dedikohet Prishtinës, Kosovës dhe Shkodra elektronike janë një grup që janë shumë men jo vetëm me zjarm, por edhe me muzikën që kanë, identitetin kulturor dhe po shpresojmë që kjo natë jetë një fillim i mbar i krejt festivalit që do zgjat 6 ditë dhe ju mirëpresim si ATV dhe në ngjarje tjera. Atë flasim pak edhe për interesimin e publikut kur unë dëgjua emri Shkodrës elektronike, komentet që u marrën, apo janë të emocionuar për me ndëgju për herë të parë? Po, të jashtëzakonshme kanë qenë komentet, share-at, interesimi online. Po shpresojmë që edhe biletat që janë ble, të sonte të jetë më të vërtet një natë e cila bashkon këtë ringi me të tjerët të cilët dëshirojnë me ngu një muzikë të mirë edhe me festu edhe këtë ardhjen e këtij sezoni kaq të bukur të verës, sepse me art të mirë, edukativ, shtym përpara edhe çështje të cilat do bëjnë këtë shoqëni më të mirë. Në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës, Fem Art solli në skenë Beatrice Gjergji dhe Kol Lacon, të njohur si Shkodra elektronike. Ndër të pranishmit ishte edhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama. Me këngë qytetare të ndërthurura me stilin e tyre modern, dyshja elektrizoi publikun veçanërisht me këngën Zjarm, e cila mori vendin e 8 në Eurovision 2025.